Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inshallah sot pas një pauze të gjatë muajit Ramazan do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur me luftën e Uhudit. Domethënë është një luftë e cila vije pas luftës së Bedrit, pas që kemi shpjeguar detajet lidhur me luftën e Bedrit dhe e cila luftë ka shumë mësime për muslimanët. Siç kemi shpjeguar domethënë më herët mes luftës së Bedrit dhe luftës së Uhudit kanë ndodhur domethënë disa ngjarje dhe domethënë ajo çka lidhet me ligjëratën e sotit është se Kurajshët nuk u qetësuan, nuk ndejtën të qetë gjatë kësaj kohe që domethënë pas luftës së Bedrit, sepse ata ishin të frustruar, kishin humbur shumë, donin të hakmireshin e tjerë. Sa i përket pse filloi lufta e Uhudit, e cila kryesisht u inicua prej domethënë prej Kurajshëve dhe jo prej Muhamedit alayhis salam dhe besimtarëve, ishin disa arsye, më saktë me thënë 4 arsye që i shtyn ata drejt kësaj lufte. Pra arsyeja e parë ishte religjioze, ishte fetare, kuptohet. Sepse atyre ju pengante domethënë që pejgamberi alayhis salam po i mësonte njerëz një fe ndryshe prej tyre, pra monoteizmin, besimin në një Zot, dhe ata kishin një urrëtie të madhe si idhujtar që ishin ndaj Islamit dhe ndaj pejgamberit alayhis salam. Arsye tjera ishin arsye sociale, domethënë në raportet ndërnjerëzore dhe këtu çështja ishte krejtësisht tek hakmarrja. Domethënë ishin shumë të frustruar për atë se çfarë kishin humbur në Bedër. Pra siç kemi shpjeguar gati asnjë familje nuk ka mbetur pa e humbur dikë të afërt në Mekë dhe kishin humbur baballarët, vëllezërit, prisat, pra kishte një goditje që Allahu ju dha Kurajshëve që për gjithë ato sulme të vazhdueshme ndaj besimtarëve 13 vite me radhë në Mekë, prandaj edhe ishte një humbje e madhe për ta në Bedër. Kështu që sidomos një prej prizve kryesore Abu Sufjani ndihej shumë keq se çdo gjë filloi nga karavani të cilin e udhëheqte ai. Pastaj prisa tjerë që kishin mbetur Ikrime, që ishte djali i Ebu Xehlit, donte të merrte hak për babën e vet, Ebu Xehlin. Safani, djali i Umej ibn Halef, prisi tjetër dëshironte gjithashtu të hakmirej. Kështu që gjitha domethënë arsyet sociale ishin rreth hakmarrjes për atë çfarë kishte ndodhur në Bedër. Një arsye tjetër ishte edhe arsyet ekonomike, sepse siç e kemi shpjeguar edhe më herët, karavanet prej Mekës duhet të shkonin të kalonin nga Medina për të shkuar në Sham. Dhe atyre domethënë tani ju kishte bërë një vend jo fort i sigurt Medina, të kalonin andej për shkak të situatës në luftën e Bedrit që e patën. Kështu që atyre ju mbush mendja se vetmja zgjedhje është lufta me muslimanët e Medinës, sepse përndryshe do ta humbnin tregtinë në Shamin dhe domethënë kjo do t'i çonte ata në një situatë shumë të vështirë ekonomike. Dhe arsyet tjera ishin arsyet politike, sepse tani pejgamberi alayhis salam për ta
ishte një faktor i rëndësishëm, po e shite se çdo herë më shumë po forcohej pejgamberi alayhis salam, po rritet numri i marrëveshjeve me fise të reja të Medinës. Domethënë po e pranonin Islamin çdo herë më shumë dhe kështu që ata nuk dëshironin domethënë ta shihnin të fortë pejgamberin alayhis salam dhe musliman. Dhe të gjitha këto katër arsye ndikuan që të fillohej lufta e Uhudit. Ibn Ishaku, që është të përmendi vazhdimisht si transmetuesin kryesor të sires, thotë se Ebu Sufjani së bashku me këtë Ikrimën, që ishte djali i Ebu Gjehlit, dhe Safani, djali e Umej ibn Halid, pra dy prisave që kishin vdekur në Bedër, shkon nga dera në derë të gjithë kurejshët për të kërkuar mbështetjen e tyre për këtë luftë. Domethënë ai shkonte dhe jo vetëm kaq, por kërkonte mbështetje edhe financiare prej tyre. Ebu Sufjani e dinte sa kishte përfituar secila shtëpi prej karavanit, pra ju dinte edhe gjendjen ekonomike, si kishin përfituar prej domethënë të ardhurat që i kishin marrë, sepse ai ishte ai i cili i kishte udhëhequr karavanin. Kështu që kërkonte nga njerëzit që t'i kthejnë krejt ato profite e që të bëhej gati ushtria. Domethënë bëri domethënë një përpjekje shumë me entuziazëm të madh, veç që ta bëj ushtrinë sa më shpejt edhe të niset i luftoj muslimanët. Subhanallah. Allahu i lartësuar e tregon këtë gjë në Kur'an, ke thënë, ata që nuk besuan, shpenzojnë pasurinë e tyre për ta penguar nga rruga e Allahut. Për të penguar nga rruga e Allahut. Ata do ta shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet dëshpërim i tyre. Madje ata do të mposhten. E ata që mohuan do të përmblidhen vetëm në xhehenem. Pra nuk kursejnë mundin e tyre, punën e tyre, pasurinë e tyre, shpenzojnë shumë vetëm për ta luftuar Islamin. Fatkeqësisht kjo që është evidente deri sot, jo vetëm domethënë në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por vazhdon edhe tani, domethënë jo besimtarët organizohen, shpenzojnë nga pasuria e tyre që të luftojnë ata që kanë besuar. Gjithashtu kurejshët kishin nevojë edhe për njerëz, dhe kështu që shkuan tek fise tjera për të kërkuar te fiset përreth Mekës, sepse dinin që edhe këto fise kanë interes për që karavani të shkojë i sigurt, domethënë në Sham, kishin interes ekonomik, dhe shkuan dhe folën me ta dhe i bindën ata që t'i ndihmojnë, kështu që këto dy fise të mëdha, Kinana dhe Tihana, që ishin domethënë në periferi të Mekës, ju dhan atë çka deshtën. Pra u përgjigjen me armë, e forcuan ushtrinë me armë, me pasuri, me robër, edhe me pjesëmarrje të disa prej njerëzve të tyre. Dhe kështu që domethënë e vrejmë tani se te lufta e Uhudit çdo herë më shumë po bëhet e qartë ajo se është lufta mes kufrit dhe Islamit dhe besimit. Pse po e them kët? Sepse më herët në konfliktet tjera që i ishin faktikisht kurejshët me pejgamberin alayhis salam, po ta ishin domethënë pjesëtar të kufrit, të mosbesimit, të idhujtarisë, dhe Muhamedi alayhis salam thirrte në Islam. Por tani po bëhet një gjë që s'kishte ndodhur te arabët më herët. Domethënë Islami po i bashkonte fiset e ndryshme që të luftojnë bashkë kundër jo besimtarëve, ndërsa jo besimtarët po bashkoheshin me fise të ndryshme që
janë shumë më larg për ta se sa që ishte pejgamberi alayhis salam, sepse domethënë gjithë muhaxhirët dhe pejgamberi alayhis salam ishin Quraysh. Dhe kjo po ndodhte për herë të parë që Qurayshi me luftu Qurayshin dhe mu bashku me fise krejt tjera vetëm për ta luftuar Islamin. Pra, lufta e Uhudit edhe më shumë e theksonte këtë gjë. Ushtria të cilën e përgatiti Ebu Sufjani së bashku me Ikrimën edhe Safanin niset me 7 sheval të vitit të 3 të hijretit, pra pas shpërnguljes së pejgamberit alayhis salam, në domethënë niset nga Mekka. Dhe zakonisht ata do të kishin mbrirë për 2 javë. Domethënë zakonisht ajo ishte rruga që duhet pasoj mirë, po këta për shkak se ishin aq të përkushtuar që sa më parë të shkojnë të luftojnë e përgjysmojnë këtë udhtim. Pra, për çudi mbrim për 1 javë nga Meka deri në afërsitë të Medinës. Çka kishte ushtria Qurayshe domethënë në përbërjet e vet? I kishte 3000 luftëtar, pra kishte arritur të mbledh 3000 luftëtar. I kishte 200 kuaj, i kishte 700 buroja dhe këtë herë kishin marrë edhe gra me vete, të cilat i nxitnin ata me poezi e me këngë të ndryshme, domethënë që t'jetë një atmosferë sa më luftarake, pra kishin marrë edhe gra të cilat ju këndojnë atyre për trimërinë, për burrërinë e tjera në mënyrë që t'jenë sot më të organizuar dhe më të inspiruar. Kush ishin komandantët e Qurayshve? Pra Ebu Sufjani ishte komandanti kryesor dhe në anën e djathtë e kishte Halid ibn Velidin dhe në anën e majtë e kishte Ikrima ibn Abi Jahl. Pra janë disa figura të cilat kemi përmendur vazhdimisht në sira, pra prej elitës së Qurayshve. Në këtë kohë xhaxha i pejgamberit alayhis salam Abbasi, ai kishte kishte pranuar Islamin pas Bedrit, nëse ju kujtohet ajo ngjarja që e kemi treguar më herët kur ka qenë rob i luftës në Bedër dhe domethënë e ka pa mrekullinë e Muhamedit alayhis salam që e ka ditë se ku e ka fshehur thesarin dhe pse askush nuk e ka pa atë veç ai me gruan e tij në Mekë dhe edhe pse ai thoshte që edhe më herët ka qenë musliman, po këtu ju forcohet edhe më shumë besimi dhe thot vetëm se je i dërguari i Allahut. Por kur kthehet në Mekë e mban të fshehtë Islamin, mirë po megjithatë dyshojnë Qurayshët dhe mundohen që atë mos ta përfshinë shumë. Po në momentin që niset ushtria, ai e dërgon një lajmtar për ta informuar pejgamberin alayhis salam që këta janë nisur. Dhe lajmëtari domethënë arrin atje për 3 ditë, pra sepse nuk ndalet së vrapuari, pra është ndryshe një person, të shkojë ndryshe është një ushtri tjetër dhe e arrin domethënë pejgamberin alayhis salam dhe i tregon domethënë takohet me të në Kuba, pra në daljet e Medinës dhe ja jep letrën në të cilën e njofton Abbasit se janë nisur kështu ushtria nga Meka dhe i tregon të dhënat për ushtrinë se sa janë, si janë, sa janë përgatitur. Por pejgamberi alayhis salam nuk flet me askë dhe me njëherë i dërgon edhe 2 persona në terren, pra të kuptoj se ku është ushtria. Pra shumë interesant, jo se ai nuk i besoi xhaxhait të vet, por megjithatë e çon edhe këta 2 tjerë, domethënë tani prej Medinës, që tregon se sa duhet të jetë i kujdesshëm muslimani, domethënë ti merr të gjitha përgatitjet
në rregull Abasi ja ka dhënë informacionet, po gjithçka ka mundur me ndodhë. Ndoshta si ka marrë vesh mirë, ndoshta ata e kanë fshehur, ndoshta ka ndryuar diçka në ndërkohë, prandaj i dërgon edhe këta dhe këta të dytë e njoftojnë se ashtu është, domethënë ashtu si ka ardhur lajmi prej Abasit, pra ushtria është në domethënë gati për me mbrinë në Medinë dhe pejgamberi alayhis salam domethënë e kupton se duhet të përgatitet për këtë gjë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë një ëndër, të cilën sipas Buhariut ëndrrën e ka pa më herët se me ndodh domethënë Uhudi, ndërsa ju ka tregu sahabëve pasi që ka ndodhur Uhudi. Ka edhe një mendim domethënë që ju ka tregu më herët, por kjo sipas Buhariut, ky version është më i saktë. Çfarë ka parë në ëndër? Thotë e pash në ëndër që gjuajta me shpatën time, por pra zgjata shpatën time si me thënë në drejtim të dikujt, por shpata ime u thye. Dhe thotë kjo është, thyrja e shpatës është për atë që i gjeti muslimanët në Uhud. Pastaj thotë i rash prap dhe doli aq e mirë, domethënë sa që ishte tani edhe më e fortë se që ishte para se të thejë. Dhe kjo ka kuptimin se pas Uhudit do të vje fitoria dhe do të vjen bashkimi i muslimanëve sepse në Uhud do të vije deri një përqarje për herë të parë, domethënë sepse siç e kuptojmë do të ndohen munafiqët rrugës, do ta lejnë pejgamberin alayhis salam në një situatë shumë të keqe, pra një pjesë e ushtrisë do të largohet. Kjo është domethënë ëndra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e sheh në këtë mënyrë që është një paralajmërim për atë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Gjithashtu vazhdon pejgamberi alayhis salam thotë pash disa lopë në ëndër. Dhe Imam Ahmedi në versionin e tij thotë se Muhamedi alayhis salam thotë dhe pash veten me një mburoj dhe kjo ka kuptimin e asaj çka është Medina për besimtarët. Domethënë atë mburojën që e ka pa se është në vend ku ka mburoj, ku janë muslimanët domethënë të mbrojtur. Që kjo do të lidhet pastaj edhe me si do ta tregojmë propozimin e pejgamberit alayhis salam që ka qenë me qëndru në Medinë. Ndërsa për kuptimin e lopëve Ibn Haxhiri ka dhënë një komentim duke thënë se kjo është simbol i shahidëve që do të binë në domethënë në Uhud, sepse lopa është një kafshë e cila është e dobishme edhe kur është e gjallë, është e dobishme edhe pasi të ngorë. Domethënë sikur se shahidët që edhe pas vdekjes ata jo që do të jenë mirë vetëm për vete, po do të jenë të dobishëm edhe për tjerë sepse do të ndërmjetësojnë edhe për 40 vjet të afër prej tyre. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e vërteton se është e vërtetë që janë nisur ata dhe që janë afër prej këtyre dy personave që i shej në terren, shkon dhe takohet me sahabët. Dhe thu një urtësi shumë interesante se fillimisht takohet me një rreth shumë të ngushtë. Domethënë me sahabët shumë të afër dhe pastaj e bën takimin domethënë me një rreth më të gjerë. Te njerëzit liderët e mençur ndodh kështu. Takon njerë me rreth të ngushtë, pastaj shpallin diçka, ndërsa te njerëzit që janë më naiv dhe që janë të ngutshëm, ata e bëjnë një herë publike e pastaj diskutojnë domethënë me njerëz të afër. Pra e bëjnë një çështje, lajmërojnë krejt njerëzit dhe pastaj nuk ka kurfar efekti s'ke çka të flasësh pastaj me njerëz më të afër. Kështu që
të ejtën pejgamberi alayhis salam takohet me elitën e muslimanëve dhe ju tregon domethënë se si janë çështjet me një grup shumë të ngushtë dhe pastaj të premten pas namazit të xumos, që thuhet se ka qenë edhe një gjenaze atë ditë e një ensari, domethënë ka qenë një pjesëmarrje e madhe e njerëzve dhe pejgamberi alayhis salam ju tregon se janë nisur ushtria prej Mekës dhe thotë se ne duhet të vendosim qysh kemi me bë strategjinë e luftës dhe së pari e propozimin e vet. Çka ishte propozimi i tij? Pejgamberi alayhis salam propozon që ne mos të dalim prej Medinës. I presi brenda në Medine, domethënë dhe të luftojmë nga brendësia e Medinës. Në kufi pra të Medinës me ta. Ndërsa disa sahabë të rinj fillojnë, pra të rinj me mosh, fillojnë të i thonë ai dërguari i Allahut, po pse ti presim ne brenda si qyqar? Ma mirë të dalim jashtë, të luftojmë. Ata ishin disa sahabë të rinj që s'kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe tani ishin shumë entuziastë që të marrin pjesë në luftën e Uhudit. Dhe siç i përshkruan Ibn Isaku, thotë ata e kishin prej sinqeritetit, domethënë sepse shumica prej tyre dhe Allah ju mundsoi të binë shahid në këtë luftë. Por është interesant se ata insistonin që gjithsesi me dalë jashtë Medinës, ndërsa sahabët që ishin më në moshë, pra më të pjekur, më të matur, ishin në një gjendje që ndiheshin në siklet, sepse nuk e pëlqenin këtë mendimin e këtyre, po i vinte turp që tani të ziheshin me ta para pejgamberit alayhis salam. Edukata e lartë e sahabëve, mos vija sikur po përleshim me ta. A në anën tjetër, atyre ju pëlqente propozimi i pejgamberit alayhis salam, por nuk donin të bënin rëmuj tani me këta sahabët e rinj. Dhe pejgamberit alayhis salam ju krijua ajo përshtypje që shumica po mendon që është më mirë me dalë prej Medinës. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë mirë, në rregull, po e bëjmë ashtu. Dhe vendos pejgamberi alayhis salam që të shkoj edhe ta merr, të përgatitet për luftë, ta vesh mburojën e vet. Kur këta dalin, kur del pejgamberi alayhis salam, atëherë sahabët që ishin më të vjetër, domethënë më të mëdhej me moshë, atëherë fillojnë m'ju fol këtyre sahabëve të rinj, thonë si erdhi turp, pejgamberi alayhis salam sa mirë propozoi që të shkojmë, që ta presim mrena në Medine, ju insistojshit derisa pejgamberi alayhis salam ju dëgjoi. Nuk është në rregull kështu me bë, dhe atëherë ata u penduan dhe i thanë menjëherë Hamzës, xhaxhait të pejgamberit alayhis salam, i thanë shko ti se dhe thuj pejgamberit alayhis salam që ai që i kemi ra pishman dhe dëshiroj me dëgju propozimin e tij. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se e kishte vesh mburojën dhe i thot Hamzës nuk i takon, nuk është e drejtë për një pejgamber që pasi ta vesh mburojën të mos niset për luftë. Derisa të kryet lufta të mos ta heka atë mburojë. Domethënë është vendos një herë, është bë konsultime, është marrë vendime, tash duhet me shku dhe me vazhdu këtë gjë. Domethënë këtu mësojmë shumë gjëra nga ky rast. E para, urtësia e sahabëve që ishin më të moshuar. E kishin dëshirën për të pranuar propozimin e pejgamberit alayhis salam, mirë po ikën nga debati në prezencë të pejgamberit alayhis salam, mos bënin debat me të rinjt dhe heshtën. Në anën tjetër, të rinjt që ishin shumë entuziastë, që ishin shumë të përkushtuar, si me thënë të zellshëm, por një jetin
padyshim se kishin të pastër, por maturi kishin më pak. Dhe kjo është diçka që me të vërtetë gjithmonë ndodh te të rinjt. Kemi edhe raste në Kur'an, domethënë ata e kanë atë me thënë entuziazmin e madh për të bërë gjëra, për të ndryshu gjëra. Mirë po, për shkak të pamaturisë së tyre, ata kuptohet se nuk ja qellojnë shpesh. Domethënë është traditë që janë të përkushtuar, shumë përsende kur të marrin diçka e marrin me hap shumë të madh, po janë edhe të ngutshëm. Dhe kanë edhe pak mendjemasi, domethënë ju duket vetja se po dinë shumë, pra në natyrshmërinë e tyre është kjo. Edhe ekstremizmi në përgjithësi është në natyrshmërinë e të rinjve, sepse moshat më të mëdha janë më të pjekura. Dhe nganjëherë ky entuziazëm mund të jetë diçka pozitiv. E kanë guximin për të bërë një kthim, për të bërë një ndryshim, por nganjëherë mund të jetë edhe shumë negativ. Në rastet në Kur'an, për shembull, të rinjt si entuziast pozitiv, është rasti Ashabul Kahf, i banorëve të shpellës. Do thënë, ata e bën një, si do thënë, revolucion në vendin e tyre, u qun kundër krejt popullit, kundër mbretit e pushtetarëve dhe thanë që besuam Zotin një dhe nuk i besuam këta idhujt e ju. Dhe, do thënë, u detyruan u largu prej atij vendi për dhënë një shembull, domethënë që do të mbetet deri në ditën e gjykimit, që na tregon Allahu në Kur'an se Allahu ju mundsoi atyre që ta ruajnë besimin e tyre dhe ju mundsoi që të flajnë në shpellë për 309 vite. Në anën tjetër e kemi rastin e të rinjve kur mund me qenë shumë negativ. Domethënë rastin e profetit Salih, kur kanë kërkuar, kanë thënë hajde bëna një mrekulli ti masi po thu që je i dërguari i Allahut dhe Allah ja mundson domethënë Saliu që të nxjerrë një deve, nga shkëmbin del ajo deve. Dhe ata bëjnë një mëkat shumë të madh. Devën të cilët domethënë erdhi si mrekulli prej Zotit, ata e therin. Dhe me këtë vjen dënimi për krejt popullin e Salihit me këtë çfarë bëjnë. Nganjëherë kështu nga entuziazmi shumë i madh për të bërë gjëra, për të treguar të mençur, për të treguar se din, po ndoshta në disa raste dhe me sinqeritet e bëjnë, po i mungon maturia gjithmonë të rinj. Por është shumë interesant se si është çështja domethënë në Islam. Pa marrë parasysh që këtu është marrë vendimi edhe në përgjithësi të rinjt kanë qenë më entuziast, por vendimi është marrë. Thënë, kur bëhet konsultimi, shura që quhet në Islam, dhe mirret një vendim, mos ka kthim mbrapa. Pejgamberi alayhis salam thotë ky tani, domethënë duhet të vazhdojmë, kjo ka qenë caktimi i Allahut. Por edhe një gjë shumë e rëndësishme është që askush pas luftës së Uhudit nuk i akuzoi këta të rinj që e propozuan këtë, domethënë daljen prej Medinës, nuk i akuzoi ata se ishin fajtor për humbje. Dhe kjo është prej edukatës islame. Derisa të mirret vendimi i grupit, unë me diskutu më mirë kështu apo më mirë ashtu. Kur të mirret vendimi, të gjithë vazhdojnë me atë dhe nëse na bie shumë keq pas atij vendimi, nuk është në edukatën islame që tash më thon, që më mirë të kishim dëgju këtë, të kishim dëgju atë, pse ju dëgjum juve etj. Do thënë këto janë rregullat e konsultimit, pra askush më kur të mirret vendimi mirret dhe askush nuk e konteston më atë që nuk ka qenë i mirë apo ka qenë i mirë. Dhe një mësim tjetër, po shohim që pas ka një sheriat të veçantë, një ligj të veçantë për profetët. Sepse çfarë i tha pejgamberi alayhis salam Hamzës, nuk i takon asnjë pejgamberi. Pra për juve nuk vlen kjo gjë, që jeni
besimtar. Për profetët e Zotit nuk bën kur të qetë mburojen. Është vendos për me shku një luftë ashtu si është bërë strategjia, më nuk ka kthim. Domethënë nuk ka kthim mbrapa. Dhe kemi parë disa herë në sira këtë ligjen e veçantë që është për pejgamberët. Për shembull, që pejgamberi alayhis salam ka agjëru disa ditë, domethënë 2 ditë, 3 ditë, pa e ndërprer, domethënë pa ngrën iftar, domethënë e ka shtu dhe më shumë. Ndërsa, për shembull, sahabët ju ka thonë që mos ta bëjnë këtë gjë, sepse atyre ju ka ra të fikt. Apo, për shembull, namazi i natës ka qenë wajib, ka qenë obligativ për pejgamberin alayhis salam. Domethënë çdo herë e ka fal, çdo natë e ka fal. Dhe kjo gjë e dim që është vullnetare për besimtarë dhe është, domethënë nuk do thotë që me bo çdo natë, por pejgamberi alayhis salam e ka pasur obligim që ta bëjë çdo natë. Dhe këtu po shohim një ligj tjetër te rasti i mburojjes, kur të vën më nuk duhet ta heq. Gjithashtu, domethënë është një gjë që duhet pak të analizojmë, domethënë se si pejgamberi alayhis salam po e vë mburojen, ndërkohë kishte mujt me thënë ai e ka mbështetjen tek Allahu, ai e din, domethënë që asgjë nuk mund të ndodhë përveç caktimit të Allahut. Pse ta vëj edhe mburojen që domethënë mbrohet nga vdekja, nëse Allah e ka caktu, s'ka kush e merr atë, dhe nëse s'e ka caktu, s'ka kush e vret e tjera e tjera. Por edhe një herë domethënë po shohim se si në Islam duhet të bëhen sebepe, sipas standardeve që e rrethojnë njeriu. Pra është lufta, në luftë duhet të vëhet mburoja dhe duhet të shkohet luftë, duhet të mirën këto sebepe dhe pejgamberi alayhis salam po e jep këtë shembull se si muslimanët duhet të jenë të gatshëm. Siç thotë edhe Allahu në Kur'an për haxh, përgatitni ushqim me ujë, domethënë siguroni dhe pastaj niseni. Allahu mund t'i thotë që jo veç nisuni e unë ju furnizoj, por është prej edukatës islame që njeriu të përgatitet për rrethonat në të cilat është. Prandaj edhe këtu pejgamberi alayhis salam e vën mburojen që në mënyrë që njerëzit të kuptojnë se duhet të përgatiten gjithsesi. Pejgamberi alayhis salam e organizoi ushtrinë ashtu që në krye të muhaxhirëve, pra atyre që kishin ardhur prej Mekës në Medinë, kishin bërë hijretin, në krye të muhaxhirëve e vendos Musab ibn Umair, këtë sahabit e njohur që kishte bërë shumë davet në Medinë, ishte ardhur para krejtëve në Medinë, kishte dërguar pejgamberi alayhis salam pas betimit në Akabe, ju kishte mësuar fenë besimtarëve të Medinës, pra ishte një sahab shumë i shquar. Dhe atë e vën në krye të muhaxhirëve. Ndërsa sa i përket ensarëve, i ndan sipas fiseve. Në fisit Eus e qet Usaid ibn Hudejdin, ndërsa fisit Hazreq El Hubab ibn Mundhirin. Pra strategji pejgamberit alayhis salam që t'i ndan batalionet në këtë mënyrë, sepse secili mirret vesh më mirë me atë që është i fisit vet, mentalitetit vet e tjera e tjera. Kështu që të premten pas dite nisët pejgamberi alayhis salam bashkë me besimtarët në mënyrë që dëshironte që t'i zënte pozitat ma herët në mal para se të vije ushtria e armikut. Thënë ishte shumë e rëndësi në jetën e pejgamberit alayhis salam kjo gjë që çdo herë të ishte para kohë me strategji. Një gjë që fatkeqësisht ju mungon muslimanëve sot. Strategjinë e lënë të fundit. Me që do të dilnin jashtë Medinës, do të dilnin në malin
Domethënë në anën ka është mali Uhud. Pse pejgamberi alayhis salam mendonte të qëndronte në Medinë, pse kishte propozuar atë gjë, është sepse Medina ka një mbrojtje natyrale nga 3 anët, pra vetëm kjo pjesa ka është mali Uhud ka depërtim, prandaj mendonte që në atë pjesë brenda Medinës të mbrohej, por me që u vendos jashtë tani do të dilte nga ana e malit Uhud. Dhe do të vendoste ushtrinë, domethënë në anën e malit, ashtu që mbrapa maleve mos të ketë mundësi të sulmoj dikush, dhe ushtria t'i vje pra kur i vjen përballë, pra ushtria e armikut duhet t'ja kthejtë shpinën Medinës dhe t'ishte përballë malit Uhud. Për malin Uhud kemi shumë hadithe domethënë që na tregojnë vlerën e këtij mali. Faktikisht është një varg malësh, por nuk është vetëm një pikë, është një varg malësh dhe më herët ka qenë e dalit të Medinës, tashmë që është rritur qyteti, pra është pjesë e Medinës dhe në një rast pejgamberi alayhis salam ka thënë Uhudi është mal i xhenetit. Dhe domethënë dietarët e kanë komentuar në 2 mënyra këtë thënie që Uhudi është mal i xhenetit. Një mënyrë është thonë se është mal i dashur, domethënë për besimtarët, dhe një mendim tjetër është se është mal që ka mu transferu në xhenet. Gjithashtu në një hadith tjetër kur pejgamberi alayhis salam po kthehej nga një udhtim, e pa nga larg Uhudin dhe tha Uhudi është një mal që na don neve dhe ne e dojmë atë. Kështu që është shenjë e imanit me dashur Uhudin. Gjithashtu në një rast tjetër kur pejgamberi alayhis salam po ecte mbi malin Uhud së bashku me Ebu Bekrin, Omerin dhe Uthmanin. Pa pritmas filloi të dridhej Uhudi. Atëherë pejgamberi alayhis salam i ra me këmbë Uhudit dhe tha mbahu o Uhud, mbahu, mos u dridh, se mbi ty po ecë një pejgamber, një sidik, pra i sinqert Ebu Bekri që ka pas nukun i sinqerti, dhe 2 shehid. E kjo faktikisht është një paralajmërim se Omeri dhe Uthmani do të vdesin si shehid. Në anën tjetër Uhudi është një vijë, domethënë rrethuese për Medinën dhe faktikisht Uhudi është brenda domethënë haremit, brenda tokës së bekuar të Medinës që llogaritet harem. Ndoshta e kujtohet që keni dëgjuar më herët ligjërata të tjera, pra kemi shpjeguar se një vend është harem që është Meka dhe Medina, pra përveç bekimeve të shumta që i kanë si vende, është që edhe gjërat të cilat në vende tjera janë të lejuara, këtu brenda ndalohen. Si për shembull mbytyja e kafshëve apo shkulja e bimëve apo mbajtja e armëve pa këllëf e tjera, domethënë është një vend që duhet të jetë në paqë dhe duhet të jenë të gjithë të mbrojtur. Ndërsa mali Uhud është brenda, domethënë këtij territori, pra brenda këtij bekimi. Dhe fundi i malit ku janë 2 domethënë male, Air dhe Thawr, ata janë domethënë fundi i këtij vendit që hyn brenda haremit. Kështu që pejgamberi alayhis salam pra niset dhe e vendos ushtrinë ka ana e Uhudit. Ashtu e kishte synimin. Mirë po, rrugës ju ndodh një e papritur, dalin në pa munafikët, dalin në pa hipokritët.
ata të cilët domethënë e fshihnin atë urrejtjen e vet, kemi thënë se pas luftës së Bedrit erdhën gjithë të pejgamberi alayhis salam në Medinë dhe e pranuan Islamin, sepse e kuptuan që pejgamberi alayhis salam dhe muslimanët do forcoheshin, mirëpo në zemrat e tyre ende kishin urrejtje për musliman. Tani kur u bë ai konsultimi aty në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, Abdullah ibn Seluli, që ishte krye munafiku, krye hipokriti, për çudi kur e dha propozimin pejgamberi alayhis salam, tha po është propozim i mirë. Dhe këtë nuk e tha pse dëshiron të vepërkrah Muhamedi alayhis salam, po si senior që ishte, si njeri më i vjetër që ishte, e dinte që është strategji më e mirë. Dhe tha se sa herë ne jemi mbrojtur brenda Medinës, thënë nuk na ka kushtuar asnjë armik. Dhe tani, pas vendimit kur nisën krejt, ai gjëja se po arsyetohet me atë që pse u dëgjuai mendimi tjetër, mirët vesh me këta munafikët e vet dhe fillojnë mu largu vjedhurazi, domethënë dal nga dal pjesë derisa bëhen 300 vetë që po largohen. Kështu del në pah ajo hipokrizia e tyre sepse e lënë pejgamberin alayhis salam në një situatë shumë të vështirë. Ishin 1000 që ishin nisë nga xhamia e pejgamberit alayhis salam, ndërsa tani po mbeten vetëm 700. Dhe po e dim që ushtria e armikut është 3000 ushtar. Abdullah ibn Omeri e këshillon e thotë mos e le, i ki premtu pejgamberit alayhis salam, mos e le pejgamberin alayhis salam këtë situatë, thotë pse i ndëgjoj ata të rinj, domethënë dhe arsyetohet me këtë dhe e lën në balë Muhamedit alayhis salam. Dhe për këtë gjë thot Allah në Kur'an, e tregon këtë domethënë munafiqllëkun e tyre. Thot në surën Ali Imran flet për këtë ngjarje. Thot ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve, besimtar dhe idhujtar, ishte me lejen e Allahut për të dalluar besimtarët e sinqert. Pra këtu e komentojnë dietarët se me këtë sprovë që u ka ra është dallu kush është munafik dhe kush është besimtar i sinqert. Pra ata që kanë mbet me pejgamberin alayhis salam janë besimtarë të sinqert. Ata të cilët e lënë gjysë të rrugës, nuk ju mban me shku me luftu, këta janë munafik të vërtetë, domethënë hipokrit. Thonë që janë besimtarë, po në zemër, me zemër e urrejnë Islam. Pastaj vazhdon ajeti tjetër, dhe për të ditur që ata që ishin hipokrit, pra më herët çka ishte për të dalluar besimtarët e sinqert dhe për të ditur ata që ishin hipokrit. E atyre u shtën, janë i luftoni në rrugën e Allahut ose mbroni veten, e ata thanë, sikur të dinim se do të luftojnë e do të vinim pas jush. Domethënë, çka i kanë thënë këtë moment, s'ka me pas mëre lufta, dim për që ata s'po vinë. Sikur dinim që luftojnë vim pas juve, po s'do të ketë luftë. Dhe thotë Allahu, në atë moment ata ishin më afër mosbesimit se besimit. Flisnin me gojët e tyre atë që nuk e kishin në zemrat e tyre. Po Allahu e di mirë për atë që kishin. Subhanallahu, është një ajet për të reflektuar shumë. Nganjëherë mundohemi me mashtru dikën, mundohemi me mashtru edhe vetveten për disa gjëra. Po subhanallahu, me një fjalë tonë mund me qenë më afër mosbesimit se besimit. Dhe mos mendojmë që nëse flasim, nëse arsyetojmë veten, e kemi kry punën. Se thot Allah, flasin me gojët e tyre atë që nuk e kishin zemrat e tyre, por Allah e din mirë atë çka fshehin ata. Allah na ruaj nga hipokrizia, nga dyftësia, subhanallahu. Dhe këtë, domethënë sahabët, një pjesë thanë, t'i kapim, t'i mbysim qëta shktaton, një para se me shku në luftë, aq u nxjerr, aq u duk tradhti e madhe. Merrem mend, domethënë le që je 3 fish më pak, domethënë në numër, se sa armiku, po nisën me ty e pastaj vjedhurazi ka pak rrugës po largohen. Ndërsa të tjerët tani po shkojmë luftë, më vonë mirë me ta. Dhe Allah thot në surën e Nisa,
E çka është me ju që në çështjen e munafikëve jeni dy grupe, derisa për atë që bën, Allahu i përmbysi ata. A mos doni ta vini në rrugë të drejtë atë që Allah e ka humbur? Për atë që Allahu e ka humbur, nuk do të gjeni rrugë. S'ka mënyrë qysh me mu marrë me ta kur Allah e ka humbur. Më thënë është e kanë zgjedhur që ata dhe Allah i ka lënë që të humbur. Disa fise tjera, si fisi Benu Harje dhe Benu Seleme, u lë kundër, kur dëgjun që këta, pra shikoni tash kjo çka mund me shkaktu. Jo që veç po zvoglohet numri, po në anën tjetër po jep një farë pasigurie, një farë futje dyshimit te pjesa tjetër e ushtrisë kur ti e lën ushtrinë në mes të rrugës, a? Dhe ndodhi që dy fise që kishin bashkangjit pejgamberit alayhis salam, Benu Harith dhe Benu Seleme, filluan edhe ata mu lëkund a me shku a mos me shku. Dhe këtë gjë paraqet Allah në surën Ali Imran, kur dy grupe nga ju menduan të ktheheshin nga Afrika, po Allahu ndihmoi atyre që të mos ktheheshin. Andaj besimtarët të mbështeten vetëm tek Allah. Pra, nëse Allahu të udhëzon me qëndru me të drejtët, me të mirët, dije që është ndihmë prej Allahut. Se ki mujt edhe ti, për shembull, me deviju dhe me shku në një rrugë tjetër. Siç i ndihmoi këta Benu Harith dhe Benu Seleme dhe vazhduan në pejgamberin. Kështu që çka ndodhi, domethënë në fund betën 700 muslimanë të cilët morën pjesë dhe e dinin që në anën tjetër janë 3000 jo besimtarë që ishin bërë gati për këtë luftë. Në lufta e Uhudit është e shpjeguar në nektarin e vulosur të xhenetit, në librin për të sirës, pra nëse gjeni poshtë mirë ta lexoni edhe atë që të përforcohet sa më shumë këto informata lidhur me luftën e Uhudit, e ne do të vazhdojmë inshallah në disa ligjërata për të shpjeguar tani detajet e ballafaqimit, si do të vije deri te e përsia e muslimanëve në fillim, pastaj ndryshimet që do të ndodhin me një taktik të Halid ibn Velidit, me një mosdogjyshmëri apo mosbindje të muslimanëve, çka ndodh, pse ndodh, shahidët që do të binë këtë luftë, pra ka shumë transmetime lidhur me luftën e Uhudit dhe shumë mësime për ne. Prandaj inshallah do të takohemi në ligjëratën e radhës të martën tjetër, plus Allahun që t'ju shpërblej për këtë pjesëmarrje. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.